Në këtë edicion do të ndiqni. Mbahet testi arritshmërisë në Gjakov, testohen 1065 nxënës të klaseve të nënta. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës është ndërprerë për shkak të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe shpresës për takimin e nesërm. Dëmtohen disa koshjere bletësh në fshatin Botush, bletarët të shqetësuar për dëmin e shkaktuar. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. 1065 nxënës të klaseve të nënta nga komuna e Gjakovës ju nënshtruan sot testi të arritshmërisë. Testimi është bërë në 7 qendra dhe ka filluar në orën 10, ndërsa ka përfunduar në orën 12:30. Administratorët edhe këtë herë janë përpjekur që gjithçka të shkojë mirë, ndërsa nxënësit thonë se pyetjet ishin të qarta. Sot është mbajtur testi arritshmërisë për klasat e nënta, me pjesëmarrjen e gjithsej 1065 nxënës në 7 qendra testimi në komunën tonë. Një nga këto qendra ishte edhe shkolla mesme e lartë e mjekësisë Hysni Zajmi, e cila priti 10 nxënës nga shkollat përreth. Zëvendës drejtori i shkollës Gjevdet Gashi u shpreh se gjithçka është në vendin e duhur që procesi të shkojë mbar. Kushtet i kemi kriju, paralelet me salla jënë të ndana, përfaqësuesi i mashtit ka ardhur me kohë, edhe administratorë tjerë nga shkolla që i ka qu drejtoria komunale e arsimit jenar me kohë, gjithçka është e gatshme që testi të filloj me kohë, dëshiroj që nxënësit të arrijnë sukseset e pritura në këtë proces, i cili sigurisht ka vështirësi për të kaluar. Konsideroj që gjithçka do të shkojë mirë. Edhe nxënësit pohuan se çdo gjë shkoi mirë, duke shpresuar edhe për rezultate sa më të mira. Testi shkoi shumë mirë. Në fillim po ata pak shqetësim, po me kalimin e kohës dhe të shku ma shumë, janë nisa edhe me ditë pak ma shumë. Testin përgjithësi mu do ki letë, edhe në fund fundit i përpilun mirë kje, edhe shpresojmë pra domethënë të gjithë që kemi sukses në të ardhmen tonë. Përgatitja ka qenë e mirë, kemi mësuar edhe në shkollë, kemi qenë në orë shtesë, po ashtu ku mësuar edhe për shtëpisë, ku marrë disa teste të vitit kaluar, i ku mësuar testi ku mendu që ka me qenë më i vështirë, po ka qenë shumë më i lehtë. Testi kënë i lehtë, kena pasën fillim stres, po gjithçka ka kalu mirë, po ashtu edhe na kanë ndihmu arsimtarët para test, domethënë një javë para 2 javë, edhe gjithçka ka shkuar me sukses. Edhe nga drejtoria komunale e arsimit në Gjakov e konfirmojnë se gjithçka ka shkuar shumë mirë dhe nuk është raportuar asnjë problem. Testi ka filluar në orën 10 dhe ka përfunduar në orën 12:30, ndërsa të gjithë administruesit janë kujdesur që gjatë kohës së testimit të mos përdoren telefona, orë të mençura apo dhe pajisje tjera digjitale. Në mbledhjen e fundit të Komitetit për Politikë dhe Financa në Gjakov, është diskutuar edhe për objektin e garazhës së autobusëve në Gjakov. Antari i Komitetit për Politikë dhe Financa Lita Fërshiku ka kërkuar qartësi mbi destinimin e objektit dhe përfitimin që ka ndërmarrja. Në mbledhjen e fundit të Komitetit për Politikë dhe Financa, mes tjerash është diskutuar edhe për objektin e garazhës së autobusëve. Antarja Lita Fërshiku, duke ngritur çështjen e këtij objekti, rikujtoi edhe debatet e mëhershme dhe premtimet e dhëna në mandatin e parë të qeverisë aktuale. Çka ka ndodhur me garazhin e autobusave? Mandatin e parë ju keni jap një ide, e paktën ndërreshta në raportet e ndryshme, patëm brejt që me cilën na patëm kundërshtu normalisht, dhënien e shpërthim, garazhës së autobusave për ndërtimin e 3 bloqeve të banesave, por fatmirësisht mandatin e dytë nuk e inicut matutje edhe tash me shpalljen e datës zgjedhjeve lokale nuk guxoni ligjërisht, por që për më intereson me ditë veprimtaria që destinohet, domethënë me pas garazh të autobusave. Përgjigje për këtë objekt patin nga nënkryetari i komunës Flamur Fetahu, i cili tha se çështja është ende në diskutim. Sa i përket garazhës, na kemi biseduar edhe është një projekt që kemi menduar që është në të mirën e ndërmarrjes. Mirë po u mbet prapë që të diskutohet edhe me zyrtarët e ndërmarrjes, po me bordin edhe me ne aksionarët, të shohim se cila është forma më e mirë
që ndërmarrja të ketë tyra nga garazha, për shkak se shumë e vërtetë është garazha tash ose nga garazha nuk krijon tyra ndërmarrja. I ka disa tyra të vogla nga drejtoritë, cilat çojnë çka do të qoftë aty drejtoria e shërbimeve, drejtoria e infrastrukturës ose drejtori tjera, e kanë një tarifë cilat paguhen mujore, po nuk është ndaj tarifë që ku më ditë sa ka përfitim ndërmarrja. Po do shohim bashkarisht cila është mënyra më e mirë që garazha të funksionojë dhe të jetë profitabile për ndërmarrjen. Aktualisht nuk ka vendim konkret për destinimin përfundimtar të objektit, ndërsa mbetet të shqihet nëse do të ketë zhvillime të reja pas zgjedhjeve lokale. Konstituimi i Kuvendit të Kosovës nuk ka ndodhur as sot. Seanca është ndërprerë për shkak të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe shpresës për takimin e nesërm të liderëve të partive parlamentare për zgjidhjen e ngërçit në Kuvend. Sot deputetët u mblodhën në përpjekjen e 38 për konstituimin e Kuvendit, por që aktgjykimi i kushtetueses dhe takimi i nesërm bëri që deputetët të dakordohen që seanca të ndërpritet dhe të vazhdoj pas 48 orësh. Para seancës së mbajtur sot, partia e parë dal nga zgjedhjet e 9 shkurtit lëvizja vetëvendosje, mbajti konferencë për media. Nga aty deputeti Albulena Haxhiu dhe një heri e propozuara për kryetare të Kuvendit nga partia e saj, tha se nëse nuk i merr 61 vota nga votimi i fshet, ajo do të tërhiqet nga kandidatura. Në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, nuk thuhet se votimi i fshet bie ndesh me kushtetutën, të gjithë deputetët duhet të votojnë në seancën për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Për, kundër dhe abstenim. Prandaj, me rastin e votimit të fshet, kur votojnë të gjithë deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ashtu siç ka kërkuar edhe gjykata kushtetuese, ashtu siç ka obliguar edhe gjykata kushtetuese, nëse unë, si kandidate e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, nuk i marë së paku 61 vota, tërhiqem nga kandidatura për kryetaret të Kuvendit. Sërish edhe sot para fillimit të seancës, organizatat e shoqërisë civile protestuan para hyrjes së Kuvendit duke kundërshtuar ngërçin politik në vend. Gjykata kushtetuese mbrëm ka publikuar aktgjykimin, ku ka vendosur që deputetët e zgjedhur janë të obliguar që brenda 30 ditësh nga hyrja në fuqi e aktgjykimit të përfundojnë seancën konstituive përmes zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit. Ndërkaq sot kryeministri në detyrë Albin Kurti bëri të ditur se i ka ftuar liderët e partive politike nesër në takim për konsensus rreth konstituimit të Kuvendit. Ish partitë opozitare, PDK, LDK, AK dhe Nisma konfirmuan pjesëmarrjen në takimin e nesërm. Të vazhdojmë me seancën 29/6/2005 në ora 11. Vala të nxehtit që po dominon këto ditë në Kosovë ka bërë që profesionistët e shëndetësisë të apelojnë te qytetarët që të mbrohen nga nxehtësia dhe temperaturat e larta. Doktor Visar Juniku thotë se temperaturat e larta mund të ndikojnë negativisht te disa persona e posaçërisht te grupet cënueshme. Ai ka rekomanduar konsumim të ujit më shumë dhe ushqimeve të shëndetshme. Temperaturat e larta krijojnë vështirësi për shumë qytetarë e të rrezikuar janë sidomos grupet e caktuar që kanë probleme me shëndetin. Eksplozimin e diell duhet të jetë i kujdesshëm edhe vetëm gjatë orës së paraditës. Doktor Visar Juniku, gastroenterolog, tha se prej orës 11 deri në orën 17 duhet të reduktohet eksplozimin e diell. Me të vërtetë, domethënë, të temperaturat shumë të larta dhe nuk jemi prit në farë forme, domethënë, është periudha por jo ashtu shihni korrekt apo në ngushtë. Janë temperaturat e larta, duhet pasur kujdes njerëzve dhe pacientët. I bëj apel të thotë të kufizojnë to daljet prej orës 11 diku 12 deri ora 5 mazitës. Duhet edhe sa i përket veshjeve, duhet veshje të lehta, ashtu me përmbajtje lino apo pambuku, të vendos kapel, të vendosin syze, sidomos e bëj apel moshave të shtyra, fëmijëve, po edhe ashtu edhe grave shtatzana. Doktor Juniku shtoi se duhet të ketë kujdes edhe me ushqime, si dhe të konsumohet sa më shumë ujë dhe lëngje që nuk janë të gazuara. Të konsumojnë ushqime të lehta, jo kalorike, jo të ndryshme, të shmangin pijeve të sheqerosura, ato alkoolike,
pijeve energjike, ata me smundje sidomos kronike që janë me smundje kardiovaskulare, smundje pulmonare, smundje renale me veshka, me diabet, hipertension, duhet pasur shumë kujdes, domethënë lëvizjet duhet të shmanget, domethënë nxehtësinë këto kona, siç tham duhet ushqime të lehta të konsumojnë, të pinë sa më tepër për shkak të dehidrimeve, do thotë që temperaturat e larta pacienti apo njeriu në këtë rast i thjesht hub shumë langje, para arsye duhet të rihidrohet vazhdimisht, duhet të konsumoj ujë më tepër. Juni kushtoi se me rritjen e temperaturave ka filluar edhe frekuentimi i spitalit nga pacientë të cilët kërkojnë trajtim shëndetësor dhe kanë probleme me diabet dhe sëmundje kronike. Kujtojmë se së fundmi edhe nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë kanë apeluar për kujdes ndaj temperaturave të larta dhe nxehtësisë e cila ka kapluar vendin tonë këto ditë. Mbetemi të kujdesi ndaj temperaturave të larta dhe sjellim një kronik e cila na flet për disa rekomandime që Instituti i Shëndetit Publik në Kosovë i ka bërë në lidhje me sigurinë e ushqimeve gjatë verës. Ndërkohë ekipi ynë sot ka regjistruar disa opinione të plerzve për të kuptuar nëse produktet që ata i blejnë janë të ruajtura mirë gjatë verës. Në stinën e verës, kur temperaturat janë të larta, shëndeti i qytetarëve është i ndërlidhur edhe me ushqimin që konsumojnë sidomos me produktet e byllmetit. Nuk janë të pakta rastet kur qytetarët hasin në produkte të cilat nuk janë ruajtur sipas kushteve të caktuara gjatë verës. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë në një njoftim publik ka apeluar te qytetarët që të jenë më të kujdesshëm në ruajtjen e ushqimeve në ditët me temperaturat e larta. Në njoftim, gjithashtu thuhet se përmes ruajtjes dhe përgatitjes adekuate të ushqimit, mund të parandalojmë rritjen e bakterieve, të ruajmë freskinë e ushqimit, të ruajmë vlerat ushqyese të tij dhe të mundësojmë zgjatjen e afatit të përdorimit të ushqimit. Duke ju referuar kujdesit të ushqimeve, siguruan sot edhe disa pamje për të kuptuar nëse konsumatorit i blejnë produktet, sidomos ato të byllmetit në vende të ruajtura mirë. Shumë e rrezikshëm është byllmeti blehet në përtregje, të temperatura shumë të larta, pasysh sepse infeksionet e ndryshme bojnë veten edhe në pas kujdes më sa më shumë për këtë gjë. E një tjetër tha se përveç byllmetit duhet të jetë kujdesi i shtuar edhe për pemë dhe perime. As në temperaturat në alta, as të ultat nuk është preferuar me mushit rrugëve, si ku po shitet, po duhet më konë veni i posaçëm për byllmet. Veni fresk, veni nërm loj, temperatura përshtatshme për byllmet. A mendon që është domethënë rrezik? Rrezik, normal. As pemë perime nuk është mirë në dielli kështu mushit. Del mo byllmeti fare hiç. Por ka edhe vende të tjera ku produktet e byllmetit janë vendosur në vende të sigurta ndaj temperaturave të larta. Disa koshier bletësh janë dëmtuar në fshatin Botush, duke e shkaktuar dëme të konsiderueshme bletarëve. Në raportin e policisë thuhet se rasti është nën hetime, ndërsa Florin Dautaga, bletar, thotë se kjo situatë është e papranueshme. Disa koshier bletësh janë dëmtuar në fshatin Botush, duke ju shkaktuar dëme të konsiderueshme bletarëve. Florin Dautaga, bletar, thotë se kjo situatë është e papranueshme. Është diçka pazakontë që kanë ndodhur për shembull në vendin tonë, në komunën tonë, nuk kam pas rast me pas diçka të tillë, ja që ndodhi. Mirë po mas pari duhet të kërkoj falje, të kërkoj ndjesë gjithë bashkëqytetarëve tonë aty të fshatit, se janë shqetësu, janë thumbu, pa dashjen e pa dëshirën tonë. I kërkoj ndjesë publikisht në emër shoqatës së kryetarëve të komunës Gjakovës. Edhe i falenderoj shumë që kanë pas durimin në dërunjeve aty si bletar. Falenderit shumë nga zemër ata banorët të rrethit aty. Se blet e kanë vepruar nga friksimi, jo nga lehtësia, po i ka friksu dikush, ka bo dikush, diçka që s'duhet me bo. I kanë raknu, i kanë rrotullu, i kanë vjell, i kanë bo gjithçka s'kanë lënë gjohë pa bo mlete disa bletarëve. Unë e di për 4, po mund të jenë edhe 5 që unë nuk jam ndjeni. Mes tjeresh, Dautaga tha se përkundër përpjekjeve tona për të sanuar problemin, pasojat janë të mëdha. Ato nga shqetësimi, as s'kan mujt me kryer detyrat e veta. Ne jemi mundu fshatarë për rreth aty. Ne jemi mundu në shpejtësi shumë të madhe, rekorde, i kemi sanu pasojat.
mirë po prapë se prapë domet janë evidente, shpresojmë dhe urojmë që mes në ndodhë më një gjatë tjilë që ka ndodhë në komunën e Gjakovës. Po ashtu shqetësimi dhe humbja është shumë e madhe për bletarët, tha ai. Është se ne jemi komunës Gjakovës, edhe ata që kanë bërë janë të komunës jonë. Unë nuk e kuptoj këto gjëra. Ne nuk kemi përballë asnjëherë me ata, nuk i njoh kush janë ata. Ata jo vetëm unë, po gjithë atëve që na kanë bërë domin, ata duhet më pas pak zguximin, më dalë më na thonjeve përpara, më thonë ju nuk jeni të mirë se ardhen këtu. Unë jam ai që ty nuk kam të lënë këtu mi pru blet, për arsye. Është arsyeja me vend, lutem, unë nuk jam idiot, unë që kam bukën e gojës pitëmve. Rasti është konfirmuar edhe nga policia në Gjakov. Në raportin me shkrim dërguar mediumit ton thuhet. Me datë 26/6/2025 në fshatin Botush, komuna e Gjakovës, është pranuar një ankesë nga 3 qytetarë lidhur me dëmtimin e koshereve të bletëve. Në lidhje me rastin është kontaktuar prokurori kujdestar dhe është hapur rasti si asgjësim apo dëmtim i pasurisë. Rasti është nën hetime dhe veprimet hetimore janë në vazhdim. Në gjithë këtë dëm, edhe 2 bletarë kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga sulmi i bletëve. Emisioni me Elditën përmbyll sezonin e 5 për të rinisur sërish në shtator. Edhe këtë sezon çdo të shtun u trajtuan tema të ndryshme me interes për shikuesit. Nesër emisioni me Elditën përmbyll sezonin e 5 të punës, të nisur në vitin 2021 me të ftuarit e parë me doktorët e perfeksionit, e për ta vazhduar tutje me qindra të ftuar çdo të shtun nga ora 17:30. Profesionist nga fusha e edukimit, shëndetësisë, mirëqenies sociale, artit, shoqërisë civile, student e nxënës, u bën pjesë e këtij rrugtimi edhe në sezonën e 5 të punës. Autorja e emisionit Eldita Mulla Hasani thotë se të gjitha temat e trajtuara janë realizuar në bashkëpunim me të ftuarit, vetëm që të përçohen mesazhe sa më kuptimplote te audienca targetuar. Mulla Hasani tutje shtoi se vetëm përmes bashkëpunimit ja kemi dalur që të qëndrojmë në një linjë me temat që kërkon emisioni, duke mos dalur asnjëherë jashtë kategorive që paraprakisht i kemi premtuar shikuesve. Ndërkohë në emisionin e fundit kësaj sezone, që transmetohet nesër, i ftuar do të jetë profesori i psikologjisë dhe filozofisë Ylber Sahitaj, për të bashkëbiseduar për impaktin që mund të kenë rrjetet sociale në jetën e gjithë secilit. Ndërkohë autorja Mulla Hasani falenderon edhe të gjithë shikuesit që e kanë ndjekur. Ne do të ndami këtu bashk për të rinisur sërish në shtator sezonën e radhës. Ju urojmë të gjithëve falenderime dhe përqafime pafund nga kjo studio, sepse këtu kanë defiluar shumë njerëz dhe kanë përcjellur shumë mesazhe gjatë gjithë sezones. Faleminderit që na keni ndjekur dhe keni propozuar gjithçka të bukur. Vazhdoni të jeni me ne. Emisioni me Elditën rinis në muajin shtator me shumë risi të tjera, për të qenë edhe një herë në dispozicion të shikuesve. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët 9 vjem. Dita e sotme është karakterizuar nga moti vranat e me diell, me temperaturat që kanë lëvizur nga 20 e deri në 36 gradë Celsius. Për nesër, temperatura do lëvizin nga 17 deri në 31 gradë Celsius, karakterizuar nga moti vranat e me diell. Mot me diell do ta karakterizojë të dielën, me temperatura që do variojnë nga 18 deri në 32 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotrojë mot me diell, me temperatura që do lëvizin nga 18 deri në 34 gradë Celsius. 19 deri në 35 gradë Celsius parashin vlerat e temperaturës gjatë së hënës, karakterizuar nga moti me diell dhe vranësira. Mot me diell parashihet gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 19 deri në 36 gradë Celsius. Për të enjtën parashihet mot me diell dhe vranësira të kohë paskoshme, me temperatura që do variojnë nga 19 deri në 37 gradë Celsius.
Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Mbahet testi arritshmërisë në Gjakov, testohen 1065 nxënës të klaseve të 9-ta. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës është ndërprerë për shkak të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe shpresës për takimin e nesërm. Dëmton disa koshjere bletësh në fshatin Botush, bletare të shqetësuar për dëmin e shkaktuar. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.